Përshëndetje, unë jam Senad Nikshiqi dhe mirë se vini në këtë emision të radhës. Kanë ngjarje që tronditin jo vetëm një familje, por mbesin plag në ndërgjegjen e një shoqërie. Historia e Simonit në Shkodër është një prej tyre, një rrëfim që nuk flet vetëm për një krim. Në vitin 2002, Sadik Koniqi, një vrasës serial, i mori jetën djalit 3 vjeç Gjek Simoni dhe nënës së tij Mira Simoni, ndërsa më herët kishte ekzekutuar edhe çiftin Isuf dhe Kudrete Sula, të gjithë miq dhe të njohur të tij. Sot 24 vite nga ajo ngjarje, Qesh Simoni, baba i djalit 3 vjeç dhe bashkëshortës së tij Mira, vjen për të rrëfyer për herë të parë atë ngjarje tragjike me detaje. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni sot me mua, e di që ndoshta nuk do të jetë e lehtë për ju. Sot janë fiks 24 vite pas asaj ngjarje tragjike të vitit 2002, 27 marsit 2002, ku fatkeqësisht djali juaj dhe bashkëshortja e parë Mira humbën jetën, të cilët u vran nga vrasësi serial Sadik Koniqi. Fillimisht kur kalendari shënon 27 marsin. Çfarë ndjeni ju si njeri, si baba? Ditët kanë ikë shpejt, si me ken sot, si ku me ndodh ngjarja sot. Mori jetën, më shkurtoi gjysmën e familjes. Ate kisha dhe punëtore, kisha dhe koleg pune. Çfarë përjeton ti kur vjen kjo datë? Më tepër përjetoj ku ndodhin fatkeqësinat të ngjarjes seme, që më ndodhi ajo e Fierit, që kam shkuar te i Fierit. Po, do ta diskutojmë. Që myti atë 8 vjeçarin Mateus. Kam shkuar atje, kam net një natë atje. Se ishe e njëjta ngjarje si puna jeme. Në të tilla raste ku ndodhin unë e përjetoj shumë. Sot ke një tjetër familje apo jo? Po. Por a ka ndonjë ditë që nuk të shkon mendja tek Mira dhe tek djali? Ja, aty më shkon mendja, më shkon. Sidomos ditë martës, të martën ka ndodhur. Të martën gati nuk punoj. Të martën e kam bërë një jetë mos me punu. Ne do ta marrim, po themi gradualisht, këtë intervistë dhe do ta nisim fillimisht nga ty. Cila ishte fëmiria jote, Qesku? Ku je rrit, si e ke kalu, pra cila është? Jam rrit jetim. Mi verë kam net në Shkodër. Kam në Tiranë, kam net 10 vjet në Tiranë dhe jam kthy prapë në Shkodër. Jam martu, kam bë ushtrinë, jam martu me Mirën. Kam bë vajzën e parë. Edhe aty me fatkeqësi ka dek. Jetim panon baba, si jetimet. Jetimën shpërfis. Nuk i ke njohur asnjëherë nënën babait? Jo. Më mora po ku kam marrë Shkodër për i kam njoh. Nuk i kam shqetësu, i kam njoh. Nënë, babë ton. I ke taku? Papa, i kam taku. Çfarë kanë thënë ata? Pse kanë marrë atë veprim? Ata kanë refuzu, mos më shqetëso, janë martu, nuk i kam shqetësu hiç. Ja, nuk i kanë dash me kujtu ata gjërat e vjetra, historinë se si kam dalë. Ja. Ke mbajt komunikim me prindërit, me mbrapa kur i ke njoh? Kam majt. Me nanën sidomos. Me nanën. I ke fal, po themi, për atë që... Jo, takosha, papa. Takosha me ta. Si ishte të rritesh një timore? Ti idesh si panon pa babën? Pa mësohesh. Po them, ishte vështirë, qa kushte kishin? Ja, Tirana kishe kushte më të mira se Shkodra. Tirana ka pas kushte më të mira. E dita ku mësohesh nuk ka problem. A mendon se ka bëhe me të fort për të përballu jetën? Më të fort. Po, për qa shikojnë deri tash po. Kam ndodhur shumë fatkeqësina, rreziqe. Po e kam kalu me punë, me shoqënie. Kur krijove familjen tënde, një person, një djalë që vjen nga jetimorja dhe krijon familjen e tij, ishte kjo një ëndër që ti e realizove duke qenë se nuk e ke pas siç duhet familjen? Familja shen, sidomos ku bë fëmijë, ushtron fëmijët. Është shenjë familja. Isha mësu jetim me ka dhek. A ndryshe familja. Hyje del në për familje se grunë. Isha berace, vishin ata shkosha unë. Kena komuniku mirë me ta.
Si u njohe me mirën bashkëshortën tënde? Unë njofa ushtar, mbushat. Se kjo kishte motrën mbushat, isha ushtar unë. E kisha Baxhenakun ushtar, ai ishte vit parë, unë Sahela. Ai kaloi vit dytë, unë vit parë. Ai u liru, pse më dha këtë për me pa kunatën, dash me u martu edhe mu desh se ne kena i diçka ku dalim për ushtrie, më të jepshin edhe shpi. Ku martohesh, ti jepë shpi edhe dakord, u feju, u kryu për në martu mas ushtrie thjedh. 82. Kur erdhi fëmia i parë? Fëmia i parë ka arë në 84. Pra është vajza e parë. Vajza. Me pas më ndodhi i fatkeqësi me vajzën e parë, mëra nga apartamenti, nga kati 5, se në atë prafe brigadet janë me hapsinë. I rëshkiti dorë se donë dhe me pa i vajzë 4-4 më poshë, i rëshkiti dorë dhe ra. Në qa viti? Ka kënë në 91-shin, fillim demokracisë. Pra ka qenë diçka... Ka kënë 7 vjeqe. 7 vjeqe. 7 vjeqe ka kënë. Kjo është tragjedia parë, me cilën Kjo një përballë. tragjedia parë. Përse dole njët edhe 2 vajzat. Po si gjysë tragjedie më dole edhe me këtë të dytën, se ishte 10 mushe, do dhe me kap kokën e sharpit nga kalloma gjumit. Se ishte e lan pegjera, do dhe me kap kokën e sharpit edhe ra. Nga kati 5, direkt në 3 orë. 10 mushe. Pështoj se ishte i vzi bushati, ka koqedu i vzi bushati, ka pat makine që më spital. Më lërmuru dhe mu i këmë spital, nuk merë dhe frymë, pasi gjatë rrugës më uri frymë, tha pështoj qesë. E që më spital, i bon grafi e gjona, nuk ka gjo, jo me i tha i vzi, tha, ajo kara tashmë nga kati 5, po s'ka gjo më tha. Arritje shpëtonte, fatmirësisht. Pështoj. Është, besoj edhe sot, është ndoshë mirë. Jo, është ndoshë mirë. Martue me 2 vajza. Ja, bukur fart. Më pas jeni shtuar edhe me 2 fëmijë të tjerë? Jena shtuar edhe me djalin. Djali është i treti. Djali është i treti, i Gjeku. 99-ën. Ku ishte lufta e Kosovës. Kanë gënë 2 vajza, i djalë kanë gënë me mirën. Pasë më dojë, një që më dojë. Për të kujtuar pak vitin 97, se keni kaluar ju atë kohë, keni patur ndonjë vështirësi gjatë trazirave? 97 ka kënë vetëm e puna ka kënë 96 që la shpinë të firmat e gjurudisi tanë tjertë. La shpinë të firmat piramidale, të vefa. Takoj pas se... Një tjetër moment i vështirë, apo jo? Pa tjetër... Si e more atë vendim, fakt, për... Si tanë shqiptarë, du rejtën. Si tanë shqiptarë, Qatë thanë në fillimisht, si e more atë vendim? E mora me vendim me grunë. Dakord. Si isha si pari, si fundit. Betet pa shtëpi, me pas? Pa shpi, mora 3 milion borç, bleva një shpi të i zyrat e pelatri gjepit, e ga dita për i 10, pagulla dhe borgjin. Pase, për e se dite, e shita shpinë se thash, me gjithë grunë, thashesim se jena i thjesim molla Shkodrës, e shitëm 10 milion. Aty pase në hynin qef shitja shpia dhe për e se dite jam marrë në shpia. Se kam dhe agjensi i bëmbilare, shpia. Po profesioni jot, zanati jot, zanati jam është plakagji, mjeshtër, plakagji. Edhe me shpia, ble e shit, shpijat. Pra vazhdan punon edhe sot? Pa. Kjo është, po them, puna që të kam bajtur, pra... Pa, puna. Shtrimi plakave edhe shit blerë shtëpish. Shit blerë shpia. Edhe ble shpia, edhe punoj shpinë teme, edhe i gjeve dhe s'pun, me gjithë punëtorët, se kisha 3-4 punëtorë. Për të kaluar pak tek ngjarja makabre, ngjarja e rëndë. Fillimisht, si e njohet ju Sadik Koniqin? Kush ju a prezantoi? Si e njohet në fillim, ditë e para flas? Sadikun e kam njoh, kam punu në Tepe, te pallatet në Tepe. Te i person. Po ky punonte me thirrën. Unë punosha privat. Një aty, njët me te, ishe shpia që punoshin. Muhabet, ishe i këndshëm që muhabet. Punonte e mirë. Tha, a thu në merë në punë, tha, a thu të vi me ju. Po mu i thashun, se desha mjesha dhe punëtorë. Një aty unë njofa me te.
Çfarë viti e njohet për herë të parë? Atë e kam njohë fill në 97-ën, 97-ën, unë kohën e rumujave. Se Si- kanë 6 vjetë me muaj, ka punu 6 vjetë. Si vazhdoi shoqëria mes njëri tjetrit? Shoqëria mirë, shkoshim i dilshim, ishim i dilshim. Vinte ai në shtëpi time, shkosha unë te shtëpia e tij. Po jo me ongër buk, pa vishim që e mesha për punë, pisha i kafe. Sa shpesh vinte në shtëpinë tënde? A konsideroje them mik të afërt? Po, më, 6 vjetë punëtor. Jo punëtor, më ishe mjeshtë, sigur e me. Kisha 3 mjeshtra dhe 1 punëtor. Po, për te po them marrëdhënies punës, Ja, mirë. ti e bërë edhe mik apo jo? Pa. Dhe hynte dilte vazhdimisht në shtëpinë tënde. Vinte në shtëpi, merrte një gjë që isha në punë, merrte e çosha për me marrë një vegël, një lek me pagu punëtorë. Ku shkosha te shtëpia e tij, pisha kafe që ta mesha ta çosha një punë tjetër. Pastaj më tha, apo ma me djalin e ka marrë dhe djalin e tij në punë, djalin i dytë. Sot kur e mendon, a kishte ndonjë moment ndryshim sjelljet e tia kur ti qëndroje me të, kur hynte dilte tek shtëpia jote, kur ju punoshit bashkë pra? Ja, dhe sot e kësaj dite, pra, nuk duket si e pa besueshëm. E pa kuptueshëm ai person. E ke lënë ndonjëherë vetëm them me familjen tënde? E kam lënë. Me përpara. Pa. Ai kishte edhe vajzë, edhe ku shkosha nga jetë shtëpia aty, ishte edhe vajza vetëm. Ku kosha Sadikun, thoshte ka dal, e prisja Sadiku për me qunë punë. Që kisha punë në disa vende. Ju tha që ju kërkoj që të merrit në punë djalin e tij, njërin prej djemve. Pa, djalin e dytë. Se ishte i fjesi i mrapsa, a thu ta marrin punë po, i thashun. E majta 1 muaj. Pa ne di mori lekt edhe serdi ma. Si duket ai, duket se lutet bigjoz. Ju tha që nuk keni vënë re asgjë, po them, dyshim, por a ka ndonjë shenjë vogël që ndoshta të ka shpëtu? Ja, atë vetëm se pranon dhe shakat. Thoshte jam mjeshtër, e kam dhënë ti, ne di brane, jam më mirë se ty, e bënde do mua bede, më fort me qesh. A ishte njëri që mbante i natë, them, Ja, nuk ishte njëri që mbante i natë, ja. ose a fliste për hakmarrje, ose Ja. për tema, them, problematike? Ja, asnjëherë. Ose që ishte njëri i dhunshëm? Ja, vetëm se rinte në vetëmia, e pëlqente këtë vetëmin. Ku bënde muhabet pas e rinte vetëm. Ku shtonte pllaka për shkak që ja kthesha punën, nuk thoshte jo, kështu nuk ishte i dhunshëm. Me kundërpërgjigje. Pastaj ku merrte lek, vinte aty nga jetë e shtëpia i falte lek djalit. Jo, i thoshun, janë lekët e tuaja, jo. Sadiko Nishi ka punuar në ushtri apo jo? Pa, ka punuar në ushtri. Të ka treguar ndonjë episod, po them që problematik ose diçka nga Jo, ai thoshte nga se puna ti si ushtar? Ja, ai thoshte se kam kenë në ushtri, kam punu në për zonat e kufinit, më tepër në për zonat e kufinit. Edhe me 4 klasë, s'ka mundësi, i thoshte këtyre punëtorëve, s'ka mundësi me 4 klasë me kenë në ushtri. Jo, thoshte, kam punu në ushtri, bile në depër dhe armatimeve. Keni dyshime ju për këtë, se çfarë pune mund të ketë bërë atje? Po përgjithësi këta njerëzit që janë në mrapavi, se quhet mrapavi këta, janë njerëzit privilegjuar, këta mund të kenë shërbyer edhe në sigurim, edhe në shteta, mund të kenë edhe ndoshta vrasje që bëheshin që dënoheshin dikush, mund dënoheshin dikush me vdekje, ka kenë pushkator, që ka vrasë, janë njerëz veçantë këta. Ndoshta e ka rujt këte, ka kenë vrasje i lindur. Janë njerëz veçantë këta. Ta skuptojnë ty, po të bëjnë çdo gjë. Me 4 klasë me kenë aty. Për kohën e komunizmit, çfarë thoshte ai? Kohën e komunizmit, flise për një këta budalliqe, thoshte kam punu të shtëpia me qeute. Kam punu këtu. Mu më mreshin vazhdimisht. Dhe tek Enver Hoxhës? Po, se aty afër janë ata, janë përballë gati njëri me tjetrin. Një atë mu më mreshin vazhdimisht. Këte e kam, se për këtë muhabet në bëshin debat gjithmonë. Ja me thoshën, se nga që më ka rritë mu partia, diskutat me vazhdimisht të punë. Jo ka rritë partia, thoshën. Kishte informacione për ta, për udhëheqjen e lartë, ndonjë gjë? Jo, vetëm se u murte me zanatin e vetë, mu më mreshin. U murte vetëm me zanatin e vetë. Keni thënë që disa ditë para ngjarjes, ai sillej rreth banesës. Ku qova grun në shtëpi,
me gjithë djalë, ku zbritën vajzat unë i kanë punë. Punë 10 minutash. Pa fillu laqin, meri o paçi ganjolla se i kanë punu të shpia ti, se a i thaj di se ku o qesku, me i policë civil. Erdhen të puna dhe më thanë që ka ndodhi ngjarje. Për nuk ka dzune deri sa kena shku të shpia. Tha, ta kanë gjetë grunë degur. Shimër, i thash unë, për unë e la gjodh. Për i thash pasaj, ashtë mu i shpia. Jo mu shpia ishte në rregull. Se thash, mos kanë një me grabita, diçka. Se kena dhe një nga ty në 4-5 e kishi një me probleme. Jo më e për i shpia ishte në rregull dhe më të dhume gjumi gjak. Nuk ka dzumë për djallit, se për djallit më kanë ka dzu në polici. Më morën më qunë të shpia ishe rrethu me tanë civile, tanë qyteti, aty ishte rrethu kretë pallati. Më thanë polici ishe një Tiranë, se ishe flise kështu, nuk ishe Shkodran ai. Tha, do në ndihmosh ti se ti e din se kush e ka mytë. Po jo mi thash unë 10 minuta, unë sa lash djallit zbrita vajzë i di ka të puna, që di unë. Pa mos i ke kujt borgje, mos shu, po më qa borgje i thash unë 2 natës vi pre pune. Që edhe shumë njësin mu, shkam punë me grunë. Pa se të mendo. Pre aty nga që nuk e mora, u meta, shumë polici. Polici takova se kena një kunatin i kena marrë motrën Kujtim Livadhit, vllai i gruas i ka marrë motrën. Dhe tha, që kanë myrë edhe djalin, mos. Tha, ria ti në dhonë vete, mendoj herë. Të mendu unë mirë, do shta s'po gjinde për me se kush e ka bo këte punë. Më shkoj mas 5 orësh, më shkoj mëndja tek Sadiku, se kishe 3 ditë që usjetën në shpi. Ishe pa punë edhe usjetën, ka ardhe dhe jerë në kuqë, se punova në kuqën. Me në këtyre 3 ditë ka ardhe dhe jerë në kuqë, i do që do në kuqë. Pa tha, për punë më. Dyshova të ky, policia fillë me 2 mikrobuza, fillë shumë të shpia ti. Tha, ecë. Po para ato ditë, atë ka kërku ndonjë gjë të pazakont? Ja, para se me që te Sadiku, kena shku dhe në 2-3 vende tjera. Te Sadiku, mas 5 orësh u kujtova. Jo, s'ka, nuk... Ndonjë armë apo diçka? Armën më ka thënë mu 2-3 muaj përpara kësa ngjarjes. Çfarë tha? Si është? Kur është nda me grunë. Se me grunë është bëse bez vajza, se vajzën i kishe problem, kishe cmunë, u martu mi katolik, ishte në pjasa, ishte i njifsha unë atë, i thoshë shumë djali mirë, jo pse e ka feju pa pëlqimin ten. Pase u ndonë, shku në keq, atë pisoletën, a i që më thoshtë e mu, do në me vra gjyqësari. Për i thoshë në qanë këta budalli që më dhe ti si edhe i dhunë shëmë. Ja tha, a i e meriton, tha. Për ne nuk në shkon dhe mëndja më thoshim se... Gjyqtarin e divorcit? Po. Për ne në shkon dhe mëndja më se nuk i ishte bud, ne bëshim, në atë e kishim si babajan, e kishim më të vjetrin, në shkon dhe mëndja iq. Si përfundim në policia në shpiti. Kur e ke pa për herë të fundit, para krimit, Sadikun? Për herë të fundit kam pa të shpia. Sa kohë them për para? Jo, para ngjarjes flas. Kur e ke takuar për herë të fundit para ngjarjes? Para ngjarjes i ditë para. Që erdhi që kërkoj punë. Që usitë 3 ditë. Që nuk i me fakt pa punë se kam lënë asje, po nuk isha punë, edhe neti 3 ditë. Pra kur erdhi në kuq nuk është se ti dyshove diçka apo? Jo, s'kam dyshu kur më. Thjesht ka folur për punë. Jo, për punë. Edhe një ditë para. Edhe rinte nga je ku s'kishe punë, rinte më shikonte, rishim boshim më bet. Rinte ai. Për çantën e mande gjithmonë me vete. Çantën me vete gjithmonë. Dhe si ndodhi me pas ngjarja? Shkuam aty tek Sadiku, tha, unë e kam bë, tha, një aty e pranoj fill. E kam bë unë, mos më bëni gjë, ju gazoj unë tana. Ku ishe ti kur ndodhi krimi? Unë isha në punë në kuq. Filma sa zbrita unë, 10 minuta, sa i thash punëtorit me ballagjin, erdhi i civil me një person i lagjës. Sa i e dinte se ku punosha unë. Pra këta janë persona që të dhanë lajmin e parë? Po, kujshia, që i kam bë shpinur, tit. Qatë tha, si ta komunikon? A i më tha që ta ka gjetë grunë ndegur. Mos me i thashun, unë e la gjodhën i thashun, që edhe për spitalit, se do dhe me bës operacion. Pe kishin dalë analizat keqe dhe thamë ma si dhe javën tjetër.
Në ka qëllë, 10 minuta, kam 10 minuta që kam marrë për shpije, i thash. Po jo më tha, ke degur, maqma. Si e kujton këtë moment, kur kuptove që përveç bashkëshortes është edhe djali që kishte humbur jetën? Tash ku më tha dhe për djalin, unë piva, ne da gati 2 orë pa fort, pa si sen. Që 2 orë 3 vjeç, që kishe lidhe me djalin. Mendova këtë, se ja kam blej atyre vajzave që fismi shpinë, mos ka ardhë në një i dashur aty, ka pa grunë teme, jo është fut lungshëm. Po prap me djalë, s'ka pun kush me djalë. Tu e që trunin gjithka. Si shpëtuan 2 vajzat e tua? Vajzat pështuan se ku i kam pun, pra se mi ik pun, i thash vajzat e ullu, poshtë. Atë ditë pra? Atë ditë, se ne kena 2 rrugica. Yn edhe të pallati nga kjo rrugica, yn edhe nga rrugica tjetër. Te kjo rrugica e parë të dyqani ishin vajzat. Ai ka hyrë nga rrugica tjetër. Ai do të ketë për me na myton dhe. Se s'ka mundësi. Pun 10 minuta është. Ka gjetat e grunë dhe djalin. A është ky, po themi, ky veprim që i ka shpëtuar jetën 2 vajzave tua? Pa. 2 vajzave dhe unë, që aty isha. Aty do në kishe gjetë të 5. A i kishe qitë sekën, a i të mytë me qekish, ishe qekish thënë ngurin, me i qekish të në tokë. Me qëfar i ka qëlluar? I ka ra me qekish, edhe me misri, i ka plasen në fytë. A kërkoj ndim bashortja juaj, qëfar... Ta shi qa, unë kam kemë punë. Nga ajo që keni dëgjuar, normalisht. Qa kanë dëgju lagja, ka dalë në balkon, se balkonin e kisha nga mrapa, ka bërtit. Për ndimë. Pase do të ketë ka prapë e ftokës e ka me. Se aty kanë dëgju zara. Kjo kushia ka kujtu se do të ketë dëgju zara, për nga që kishe gunë vesh ka kishe dhimje. Edhe ka kujtu hajtë. Pase do të ketë qatë pritet, do të ketë pa të zbrit. I person i shkurtër, pak i shnosh, e 50 sa vjeç, një që ishe. Ta shpjegoj aja ty personin se... Ma shpjegoj policia, se unë s'kisha kontakt me civilet në atë moment. Po policia më tha mu një person kështu. Edhe unë tu e mendu. A ki hyrë në shtëpi pas krimit? Apo nuk lejuan që të futesh brenda? Ja. Unë kam shku mas policis, mas 5 orësh, ku sjaru gjdo gjo, pase shkova që me bo ata adetet që duhet me u bo. Me edhe ka lop dhe. Si e kujton mirën, si bashorte, si në ato vite? Gru e veçant, e vujtur, si kone në vetë, e me hongër, e pa hongër, e vujtur. Kena vujt. Me fatkesina, me rezik mas rezikut. Qëfar mendove kur mësove se autori është Sadi Kuniqi? E pa besushëm. Punëtori rërtaku i punës, e pa besushëm. Edhe sot e kësa dite e pa besushëm, si ka mundësi me e bëha të punë. Që s'kam kalu ku s'kam kalu kesh me te. Ku në ku, se e kam i punëtor tash 35 vjetë, edhe të kisha kenë keq, unë do kisha ik punëtor. 35 vjetë e kam. Mëslimani kam patron. Bes, Sadik, Feta, Gjim. Ta mëslimani kam kalu mirë me ta. Qëfar të tha Sadi Kuniqi kur u përbale me te? Shkove dhe ti bashkë me policin? Jo, se jam taku me te jam taku vetëm gjukat. Yes, pas mu bande me pa, pas mu bande. Unë kam ikë të gjygji i tret, se u bënë 2 gjyge, se e pashun që ishe tu e kalu, tu bo pak si i marë, pasu shkova gjygjën e tret. Qëfar thoshta i në gjyqë, si e shpjegonde? Jo, më donë e përzine me zotin e me do nga treza dhe budalliqe, që ata si thoshte kur të puna. Të puna fliste ndryshe, të puna fliste për punën e për kështu e kam dhënë tije, kurse këtu fliste kretë ndryshe. I thoshe, në e ki plakat, i e këte plakat, i vëndë plakat, ti e njëri mirë, i thoshe sa mi i kishru. Edhe ku i jepsha lek të aman, lek të veta që punon të, se edhe të kudrëtje, i ka bo vetësen. Se që vam, që ka marrë, i ka marrë për vete. Ja, tha, në ke gjithë punë, ja, i thoshe, nuk dua si sen. Ti e njëri zotit, e thoshe. Si i përballove ditë e para që s'pas humbjes së bashortës dhe djalit? Ditë e para, ja 2 muaj që kam punuj, 2 muaj, nuk krisha dot. Ika nga shkolla do ko. Nuk krisha dot. Shkova në Tiranë te ata shokte që kam jetu aty, me gjithë vajzat. Pas e prapë edhe pa punë, edhe u mërzita.
Pas e erdha në Shkodër dhe fillova punë aty ku më kishe ka policia. Se kisha lënë dhe motorin aty. Sa i lidhur ishe me djalin tënd? I takon dhe djali mas 3 vajzave. Imagjino edhe në punë ku e mërse 3 vjeç ishe ku e mërse dhe në punë mërse me pakat e vogla. Që të kisha sot e kisha koleg punë. E kisha ortak. Cili është kujtimi i fundit që ke me djalin? E kujton? Kujtimi i fundit është ku bëni një edhe 4 me copat vogla plakës, të thyme. Ja da. Sa kohë përpara ishte kjo? 3 ditë. 3 ditë. Edhe i thosha mijës, që po ta bëjmë morator këte, që po ndiman. E ke dëgjuar në gjyq sa dikuniqin kur tha që fëmija 3 vjeç ishte më i keq se vetë djalli? Po një e mbuni që me ardhe gjyqin e tretë. Një këta budalliqe. Jo më si thoshte kur kështu Pra ishe prezentin në gjyq kur e tha? Ja, aty ku e ka thonë s'kam ken. Kam ken të gjyqi i fundit. Pasi tha këtë? Pasi tha këta, edhe se tha prokurori mirë që erdhe, se i thash prokurorit nuk do vi, mirë që i dushti. Pas e ku erdhe të 30.000 bone që erdhe. Se ka kënë gjyshtar Sander Simoni. Ndim s'ka kënë me liqë me më qej. Thëm, qa përjetove ti kura i tha të fjali, që fëmija 3 vjeç ishte më keq se djalli? Përjetova. Do në me kalu, me budalek, do në me kalu dënimin në dega, si se do në me kalu me një raport. Disa vite me pas është zbuluar edhe ditari i ti, apo jo? A i ka mbajtur, ka patur një... Ditari ju zbulu një ditë. Se ku... Mirë, them që është bërë publik, ndoshta. Publik masi jave. Po. Se i pari ishe Isufi, i dyti unë, i treti ishe punëtorje. A u befasuat ju? Duke ditur... Po, se ishin... Duke para të ditar, them, çfarë u zbuluan në ditar? Po, se në ata ditar, disa emrat i njifsha unë. I njifshin në ata personat që kishin punu. Po, ata personat ishin që ishin më të mirë. Dhe interesant, nuk ishin ata që ishin të lushëm. Se kam punu edhe në do vagabonda, asë një emër atyre. Vetëm të njerëzit mirë. Të njerëzit e butë. Vetëm ato kishte në listë? Pa. Si ishte renditja? Kush ishte i pari, i dyti? Isufi, i dyti unë, i treti i punëtorien, që e kam tash 35 vjetë. Pas e ishin do tjesës me a them emrin. Vetëm të butë. Isufin dhe bashkëshortin e tij që janë 2 viktimat e para. Këta 2 viktimet e para ishin 2 muaj para me, se këta ishin janar. Kena shku me pi kafe, se këmë tha vetë, si ishe gjere ka ndonë 6 nadjes, ne filloshim punën të gjyqti. Janar. Janar ka ndodhë kjo. E jeme ka ndodhë në 27. Po. 2 muaj për para. Pra, janar 2 muaj për para. Edhe më tha, mu të pi kafe, tha, që ka ndodhë, unë zisha me pak s'kam di gjojisës, nuk dhe gjosha këshu leme. Tho që kanë vjetë i Sufin, me kudretin, mos me i thashun, po kush ma? Po do të kenë bënë i diqaj, së mytë kush. Normal, me folë normal. Po mi me thashun, do të me shku me pi kafe. I thashun, shko di i pari, pas e po shkoj unë zi, a ka shko, as ka shko zigja ish, po, tha shkova, ishin ka labdek, pas e shkova unë. Pas e tha, po shkojmë në varim, jam në varim, i thashun, lesh, kena me kry veceni, thash. Kërkoj që të shkoni dhe në varim? Pa. Pra dhe i kishte vrar edhe kërkoj që të shkojnë në varim? Po, normal. Hongri dhe buk mazite, se meshin bukën me vete, normal. E pi u kafe nadje, se a qisja unë. Se kena punu aty të stacionit të urathive. Pra as aty nuk dyshove asgjë, jo, nuk dalove normal, asgjë? pi u kafe normal, si për dit. Jam mjesër, jam kështu për dit, ja shumë më bezë bëshin para se mi fillu punën. Se më te për bënde galata i punëtorien, me te. Fillimisht çfarë dyshimesh kishte për vrasjen e Isufit dhe bashkëshortes së tij, Isuf Sulës? Asi se nuk flise, thoshte vetëm se do të kenë bërë gjuna, do të kenë bërë se vetë ku shkot. Familja kanë mendu për dhëndrin, se dhëndri e kishe shpindraqin. Ku krym punë këtu, do që me shku të dhëndri. Po ku ndodhi kjo u prish. U prish për me shku ne tek dhëndri, se akuzoshin dhëndrin. Pra mendonin se... Nuk kanë full me dhëndin, se dhëndin e kanë majtë do ditë edhe e kanë shlu, se ku s'ke prova nuk të majnë aty tanë kohën. Të majnë janë 2-3 ditë aty. Tja bini dhe i dajak aty, ku s'ke fakte pas e të lirojnë. Mas 2 mush ku doli mua beti jem atë kanë tanë të kun. Doli fatkesia jote që
Mi fjalë doli Sadiku nga fatkeqësia jote, se ta ndyshoshin tek unë. Dhondri. Edhe ata i ka qelluar me çekiç, me misteri. Po, original e njëjta krim. E njëjta krim. U bë të merë, i thotë janë 4 vrasje me të njëjtën veprim, me çekiç e misteri. Pastaj shkuam ne aty tek te i vllai atje në Lesh. Shumë kret ja 10 vjet si lagje. Edhe u bëm si mik shije çave pa të njëjtën fatkeqësi. Sadiku Nishi u dënua me dënim për jetë apo jo? Pa. Dhe ndroi jetë pas 2-3 vitesh diçka. Pas 2 vjetësh, pa. Nëse do ta kishe përballë sot, çfarë do t'i kishe thënë? Nëse do të ishte gjalla i gjithmonë. Do ta kisha të vështirë me ne të ballë, pa ballë ti, do ta kisha të vështirë shumë. Ja. Do ta kisha të vështirë. Ke menduar ndonjëherë për hakmarrje, Qesku? Jo, pa hakmarrje jo, se mas i vjetë ku ndodhi ngjarje me erdhën këta të pajtimeve të gjaqeve. Njëri i kisha bo shpinon, isha shtru pllakat, edhe në 2 vetë. Muhabet e tyre si për herë, i thashun se me afal që afal, po gjë për me nuk i vjen e keqa për me. Çfarë do të thotë kjo? Që nuk e fal, por nuk e fal, po e keqa për me nuk vjen. Me letri nuk e fal. E ke takuar ndonjëherë fëmijët djemtë Sadiku Nishi ka 3 djem apo? Ka kuçidu me taku djalin e madh. Se djali i madh në përgjithësi rinë te pallati në Paru, te pallati kinez. Një aty rinë, ai vjen nga i Sketina aty ka kuçidu që e kanë taku. E kanë taku dhe edhe i herë te varrimi i shokut tem, në Gjabie, se ai e ka shtëpi në Gjabie. Pa e ka pas shok dhe atë. Ka tako dhe si me të thonë në rrugë. Po jeni ndërruar në rrugë. Më shkëmby dhe kështu. Ka kuçidu ku kam shkuar atë e kam gjetë aty unë. Tha diçka, folët, jo, asnjë fjalë. Ai asnjë fjalë. Ka kërkuar dikush prej tyre falje prej familjes me pas mitën? Ja, ai me kokull. Pas gjithë gabimi është i babës, nuk është i familjes. Pas gjithë këtyre tragjedive që ke përjetuar, që nga viti 91 kur humbe vajzën e parë, shtëpia në firmat piramidale, me pas tragjedia tjetër, si e ke gjetur forcën për të përballuar jetën, Qesku? Vetëm me punë. Mu me thënë drejtën kur i 3-4 ditë pa punë që ku mërzitem, vetëm me punë. Imagjino edhe didile kam dalë punë. Edhe didile në punë. Se mu më takoj me net me 2 vajzat vegjë, se ishe klasë parë dhe klasë 2. Takoj me i majtë, pan ata që edhe unë s'kisha kënë, kisha një kaza familje për fëmijët. Mi majtë anë deri sa u martova. Mu dësh mu martu, ku të shkushin fëmija, sa të tezë, sa në sa këte. Mu dësh mu martu, u martova. Pas sa kosh i martuar? Martova mas i vjetit. Grune mora berdiciane. Mi riti mi e dokoj, u martonë të 2 vajzat. Si ndodhe njohja me bashkëshortin e dy? Ja, me shkusi. Te vajzat dalës kam punu në aty, kjo ku që dojmë me kena aty. Se vajzat dalës sa kishe lidhë në fëmija dhe ndimon të kja. Ku që dojmë aty, i shoqi, se i kam bo objektin në veli, po i shoqi e odhe një fjallë aty, edhe u ba, si gjyë shkusie. Dhe të ka rritur edhe 2 vajzat tjera? Ta, mi ka rrit ata 2 vajzat, i ka rrit, i ka shkollu, eduku e tana, edhe i kam punë vetë. U martun 2 vajzat njëra, 2 vajzat tjetër. Ke bërë fëmijë tjerë, them, me gruan e dy? Po, kam bërë 2 vajzat tjerë. 22 vjeqe dhe një e kam 18 vjeqe. Kam marru shkollën për i femeri, kja e madhja. Po 2 vajzat e tjera, me ku janë, me çfarë merren? Te jashtetit apo? Këta janë jashtetit, një në Torino dhe një në Athinë. Edhe ata kanë nga 2 vajza njëra, 2 vajza tjetër. Dhe në ndrut i kam shkodran të dy. Çfarë moshe kishin vajzat? Vajzat kur ndodhi tragjedia? Vajzat ishin 8 vjeç, 9 vjeç. Jo, ishin klasë parë, klasë 2, i takonin 7 vjeç, 8 vjeç. 2 vjeç kretën. Arritën që ta kuptojnë atëherë çfarë kishte ndodhur apo? Me kuptoj fëmijë, më tepër kisha dhimbje nun, fëmija e kalon me i diçka. Ju e përmendët pak më parë që keni shkuar në Fier, 5 vite më parë, e Fierit, 2021. 2021, ne? Klodian Çalamani që vrau djalin 8 vjeç. Pse shkuat atje? Dëgjova lajmet edhe më kujtu historia jeme. Nuk mundesha pa shku me gushullu, me licu dhe ata.
kriminali ishte si puna e kriminalit tem. E një dan krim dhe mytën. Ai e groposi. Sa vetë kishte në listë total Sadi Kuniqi? Sadi mund të kishte 40 vet. Për cilëve 4 u ekzekutuan dhe 36 kanë shpëtuar. Kanë shtu. Ai do të bënte krimi deri ku të meste. Do vishte këte deri ku të meste, deri ku të kapësh. E kishte qitë cekën. Edhe do dorëzonte. Si u dorëzoi, që tha unë e kam bërë. Çfarë kishte shkruar për ty? E mban mend, e ke parë ditarin? Ditar, çfarë kishte shkruar për ty? Si? Ai kishte çama mëndu kishte shkruar se ka trajtu kes, më ka dhënë rrogun që s'kishe lidhje se ai unë e çosha në shtëpi, ai merrte lekt. Nuk është se e pagusha unë e çosha kisha 3-4 fronde, çosha nëpër fronde. Vetëm se thoshin familjar, dash njëri mirë, po i thosh unë ke njëri mirë, ke babaxhan. Ai bënte pazarin vetë ai merrte lekt. Kot më bëlliçe. Vetëm për djalin fise më shumë. Çfarë kishte shkruar për djalin? Për djalin, për një shumë, donte me së letër. Bëlliçe. Ka kënë djalli, ka kënë kështu. Që ne të puna nuk na përmende kur këtë punë. Djallin këta s'ka përmend hiç. Asnjëherë. Pra shkruante që djali 3 vjeç do t'i hidhte soletën sipër? E kam dëgjuar në gjyq, jo aty, në te ditari jo, në gjyq. Te gjyqi i dy. Ashtu thanë gjyq? Po, se i thanë ata gjyqa, pse më të djali. Dhe si u përgjigjej? Po më ka dash me soletë, ka kënë kështu e djalli dhe... Çfarë mesazhi ke për njerëzit që besojnë verbërisht tek miqtë e tyre? Te miqt. Pa këta janë dhe të shkru me këta punë, edhe fort mes me i besumë. Po edhe do tape dera, do tape se unë punoj të shtëpia tjetrit. Do shavit nesër mi i thonë që a ka të lëviz një plak, do tape dera, më po ku e ke risk. Ku të vjen e ke që hapi dera. Si e kalon ditën sot? Me çfarë me errështe, me punë, me familjen, me shumë, si... Sot me punë, kam me agjencie, me shtëpia. Punën e kaloj mirë. Punën kam të mirë. Gruaja në punë, vajzat në punë. Pas gjithë këtyre historive që ke përjetu, çfarë të ka mësuar jeta? Jeta. Mos me net kot. Vetëm me punu. Puna është regulatori i jetës. Traton me tana, me lek, me shnet, me true me tana. Je dhe i dashur për familjen. Çfarë do t'i thuash njerëzve që përballen me humbje të mëdha? Siç ka ndodhur mu, kështu i them aty të punojnë e vështirë është e vështirë për një fjalë që ndoshta është e vështirë që ti largohet, po vetëm me punë nëpërmjet punës. Vetëm punë, asnjë tjetër. I këshilloj tanëve, vetëm punë. A ke marrë ndonjë lloj ndihme nga shteti shqiptar? Ja. Psikologjike, asnjë. Donte me nqu Jozi, u lidh me priftin e Roksimon, ai i Durrësit dhe Tiranës, po me më shumë Padova. Patjen Padova do t'i qoshin në kolegj, këta 2 fëmijë. Mund do më leshe një kështu, po nuk jam shumë. Kolegj mund dukte mu s'ku isha në konit. Unë pun kisha, me shpi merësha. Lek kisha, nuk isha nevoj për me më qu atje, do të martosha unë. Edhe s'kisha, nuk isha, mi fja unë, e dosha familjen. Do të martosha se s'bën. I bëna letrat edhe nuk i ka. A mendon se shteti shqiptar bën mjaftueshëm ose jo për të parandaluar ngjarje të tilla? Me ta ku i ka atje në Fier, ikëm për se ne kërkum dënim me vdekje. Se ne këtu në Shkodër kena kërku si lagje. Kena shku edhe në parlament. Kena shku 3-4 herë në parlament, po nuk e miratore, nuk e kena ligjen në këte. Shkova dhe në Fiere, se kam dash me nguju në Fiere. I thash tyre Fierakve, i thash 3-4 vetë, por imi aty, që nuk ka rrugë tjetër, me nguju. Se si puna ju e si puna jeme më ndodhe dhe nesër. Parlament Big Brother ka po. Se ka mëndën të popullit. Çfarë kërkove ti në parlament në atë kohë kur ndodhi këtë ngjarje? Në atë dënim me vdekje. Ju më kena kënë si lagje, kena kënë me 15. Si lagje, 1-2 para parlamentit. Kena bërtit, ma. Dënim me vdekje, ma. Për Sadikun. Nuk e thonë. Dënun kur për jetë. Duhet të vendoset në Shqipëri dënimi me vdekje? Mirë është. Ku ndodhi ajo fatkeqësia e Fierit, ku në Berishës i vari ata 2. Ka gjatë 5 vjetë nuk ndodhi as i sen, kanë frikë. Aty ai bën vrasje aty, çka dënohet në buk,
Burg hanë e pinë aty, varos 4 vjet një aty. Pra mendon është i drejt dënimi me vdekje? E vdekjes po, e ka dhe Amerika, i kanë qytetruar, jo, ne duhet me patë se s'ban. Që mos ndodhim, no? A i tjetër e fut fëmin të centrifug në lavatrice, që edhe duhet me zhdu kretë, si njëri. Kush është sot Qesku? Njeriu që kam bjetuar apo njeriu që ende vuan? Të dyja. Vuj ku jam pa punë, mendoj. Ku punoj mirë, ku punon. I largohesh me punë çdo gjë. Se ka meritë edhe 2 fëmijë tjerë. Jeta vazhdon. Studiojnë me çfarë? Kanë marrë femerin, kjo është vit fundit gjimnaz. Në du me jetu. Ka ik, merë jetën si të vi. Qa mesazhit fundit ke për njerëzit? Përveç kësaj pjesës që duhet punojnë edhe ta kalojnë mërzinë me punë, them, përgjithësi, ç'a do t'i thuash njerëzve? Ta dujnë jetën. Ta marrin jetën si të vi. Nuk duhet dorëzohemi? Ja. Ja, mos më dorëzo. Nëpërmjet punës nuk dorëzohet njeriu, se e ka mendën te puna. Falenderoj shumë Qesk. Në këtë, po them, rrëfim tëndin që besoj është i pari, apo jo, Pa. që e bëni me detaje të tilla. Falenderoj shumë edhe uroj që fëmijët tuaj nesër nipërit mbesat t'i keni me jetë, t'jetoni e të gëzoni e të keni vetëm ditë lumtura tashmë. Faleminderit. Kemi qenë me Qesk Simonin, i cili është babai dhe bashorti i Mira Simonit dhe i djalit, pra babai i djalit 3 vjeçar Xhekut, i cili pikërisht 27 vite më parë humbën jetën teksa u vran në mënyrë makabre nga vrasësi serial Sadik Kuniqi, i cili pas 4 vrasjeve u arrit që të zbuloi dhe të arrestoi nga policia. Pas 3 vitesh në vitin 2005 ai ndoroi jetë në spital pas një sëmundje. Kemi qenë me këtë rrëfim të fortë me Qesk Simonin. Faleminderit për vëmendjen.